Vlezër të nderuar, xhamatlit të pranishëm, Allahu Azza wa Jall na ka dhuruar dhunti të shumta, një ndër dhuntit më të mëdha, një ndër dhuntin më të veçanta. Na i ka dhënë imanin, na i ka dhënë këtë din të madh, këtë Islam, i cili është fe e garantuar, fe e zgjedhur tek Allahu Azza wa Jall, fe e cila Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me këtë fe. Ku tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Tha Allahu Azza wa Jall: sot ja u plotësova fejen juve dhe i plotësova begatit e mia mbi ju, dhe jam i kënaqur që feja juaj të jetë Islami. Vlezër të nderuar, këtë Islam duhet ta ruajmë, ta kultivojmë tek fëmijët tonë, të jemi krenar me imanin tonë, të jemi krenar me besimin tonë, të jemi krenar me fenë madhështore, me këtë Islam, me këtë din që Allahu Azza wa Jall në ka ngrit shumë lartë. Për atë tha Omer ibn Khattabi radiallahu anhu: "Nahnu qauman a'azzana Allahu bil Islam." Ne nga një popull që Allahu na bëni krenar me këtë fe. "Wa man ibtagha ghayra dhalika adhallahu Allah." Dhe kush don që të ngritet dhe të merr krenarin diçka tjetër, por posti dinit të madh, Allahu Azza wa Jall do ta nënçmon. Po vëllezër të nderuar, jemi në prag të festave të Krishtlindjeve. Jemi në prag të vitit të ri, ku për fat të keq, për çdo vit po përsëritet që besimtarët muslimanët nuk janë të kujdesshëm për fenë e tyre, nuk janë të kujdesshëm për dinin e tyre, ku ata janë toleruar dhe kanë arritur derisa të festojnë së bashku me krishterët këtë vitin e ri, apo ta festojnë vetë, apo t'ja u festojnë të tjerve, me pretekst se Islami është fe e paqës, Islami është fe e drejtësisë, Islami është fe e cila e promovon butësinë, sjelljen dhe moralin. Kjo është e vërtetë, mirë po nuk tolerohet që ne të lëshojmë penë në dinin tonë. Nuk është e lejuar të lëshojmë penë në akidën tonë. Nuk është e lejuar të lëshojmë penë në fenë tonë, sepse kjo fe është shumë e shtrenjtë, dhe se kjo fe është ngadhnimtare, dhe se kjo fe është besimi më i pastër dhe më i kulluar, dhe çdo fe tjetër përpos Islamit nuk është e pranuar dhe ngërthejnë në veten e saj kufrin dhe shirkun. Allahu Azza wa Jall në surën Maide çka tha? "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam." Tha Allahu Azza wa Jall, e kanë mohuar Zotin, ato kanë bë kufër, të cilët kanë thonë se Mesihu, i biri Merjemës, është Allahu. Naudhu billah. "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha." Ata thanë se Allah është trinitet. Ata janë tre zotët të bashkuar në një zot. E Allah Azza wa Jall thot: "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha." Ata kanë bë kufër, ata kanë mohu fenë Allahut, ata e kanë mohu besimin Allahut, të cilët kanë thonë se Zoti është trinitet, apo Isa është i biri i Zotit, apo i biri Allahut, naudhu billah. Allahu Azza wa Jall thot: "Takadu as-samawati yatafattarna wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada." Fa Allahu Azza wa Jall, derisa ishte gati të pëlqet qielli dhe të shkatrohet toka dhe të pluhurosen kodrat e mdhoja, andau lir-Rahmani walada, kur ata i përshkruan Allahut Zotit të tyre fëmijë. Wa ma yanbaghi lir-Rahmani an yattakhidha walada, nuk meriton dhe nuk i takon Zotit
që Zoti të ketë fëmijë. Vëllezër të nderuar, për çdo ditë gjatë namazëve tona, qofshin ato në farze apo qofshin ato në sunete, nuk mbet gjatë ditës pa e lexuar një sure, e cila është 1/3 e Kur'anit, e cila është një sure madhështore, surja Ikhlas, Kul huwallahu ahad. Atje në këtë sure është miq çdo besimtar, është e vogël, e ka shpërblimin shumë të madh dhe është e ngritur aq shumë sa që njeriu njëherë me lexu këtë sure e ka shpërblimin se 1/3 e Kur'anit. Nëse e lexon 3 herë, është sikur me bohat në Kur'anin shpërblimin e madh, nga domethënia e madhe që ngërthen kjo sure në tauhidin, njëshmërinë e Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu subhanahu wa taala çka thot në këtë sure? Thuaj që Allahu është një i vetëm. Allahu Samad, krejt kanë nevojë për Allahun dhe Allahu s'ka nevojë për askënd. Lam yalid walam yulad. Ai nuk ka lind e as që ka lind kush nga ai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. As kush nuk I përgjon atij, as kush nuk është I barabartë me të. Ne pasi që e lexojna dhe I thojna për hajër qoftë viti I ri, e çka do të thot për hajër qoftë lindja e birit të Zotit. Ti e lexon thu se Zoti s'ka lind, as nuk lind. Zoti s'ka fëmijë dhe I thua kam koleg punëve këtë e kam kojshi, me këtë unë e kam tregti, kam shumë gjona me këtë bashk. Duhet më jam shtjell pak më apo për ajër, unë nuk e besoj. Momentin që ti a thu, sikur se ti po pajtohesh, edhe po e vërteton, po e pohon, se Zoti pas ka fëmijë, pas ka Isahun birin e Mërjemës, I cili është njeri, I cili ka lind, të cilin ka ndash ta vrasin, ta mbysin, ku Allahu Azza wa Jalla ka ngrit nga mrekullitë e Tija dhe përsëri do të kthehet në tokë dhe do të martohet dhe do të lind fëmijë, do ta them kriçin, do ta mbit thiun, do ta mbit dëgjallin dhe pastaj do t'i vjen e gjeli dhe ati dhe I do të vdes, kullu nefsin dhe I katul mod, gjdo shpirt të shion vdekjen. Pse kjo me I tregu njerëzimit, se kjo është njeri nga njerëzit e rëndon, mirë po Zoti e ka zgjedhë këtë e ka bo pejgamber dhe e ka bo ulul azm, mirë po nuk arrin ky person të adhurohet përpas Allahut Azza wa Jall. As nuk arrin që të bëhet pa bir I Zotit, por është rob I Zotit, është I dërguar I Allahut Azza wa Jall. Dhe ne si besimtar duhet të ruajmë besimin dhe duhet të ruajmë këtë besim tek fëmijët e tonë, se duke u liruar besimtarët filluan t'i stolisin shtëpitë e tyre në fillim pak me do drita, me çka me thonë pak me I dhoni një imazh, pak se është një natë, kina me nejtë natën. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që une për I bashkangjitëm pjesërisht. Ndal nga dal filluan me fut edhe bredin e për shtëpijat e tyre. Këtë kur e thamë, nuk e thamë vetëm nga mendja eme, po Zoti ma ka mundësua që me hina për shumë shtëpia. Ka shtu ka ardhë situata me hina për shtëpia dhe kam pa shtëpia me bredha muslimante cilët I thot vetit. E çka thonë hoxha, pse ban çast madhe, ajo është një drum qati. Jo, nuk është thjesht një drum. Ajo është një drum I shenjtë që me futën e ati drunit, ati bredit në shtëpi, ajo shtëpia ka bereqet. Me futën e ati drunit në shtëpi dhe stolise me drita, ajo jep dritë dhe jep nur ajo shtëpia, dhe ajo shtëpia ka bereqet. Kjo nuk është e rej vëllezër të nderuar. Pasi që e shpliroi qabën pejgamberi alayhi salatu wassalam, në vitin e 10 të hijretit, I kishte disa lufta, një ndërtash lufta e Hunenit, më pas 2-3 muaj, dhe kishte prej mushrikëve që ende sa e pranuan Islamin dhe nuk ishin të pajisur aq mirë me besim dhe me tauhid, duke shku rrugës I pon disa njëfis të kabile të mushrikëve, e kishin një dru, I thëshin vetu Enuat, një dru I cile, si pas tyre, ishte druni I shenjtë dhe I varnin shpatat në atë dru. Dhe kur I pyetëm se I varni këta shpatat, fa nëse I varni këto shpatat, tek këti druni I shenjtë, I shenjtron shpatat tona dhe na jep bereqet në luftë dhe kemi sukses dhe fitore në këtë luftë.
E kur e pan ato të cilët ishin 3, i than pejgamberit alayhi salatu wassalam, ij'al lana dhatu anwat. Na ban neve dhe neve një pemë i dërguari i Allahut, që t'i varim edhe ne të shpatat marrin bereqet, që të kemi sukses dhe fitore. Që ju tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju e keni përsërit ata që e ka përsëritën populli Musaut, pasi që i shpitoi nga Firauni dhe i shpëtoi nga deti dhe nga zullumi në anën tjetër, tha ij'al lana alihan kema lahum aliha, na ban edhe neve një zot o Musa, sikur që ata e kanë një zot, dhe e morën pasi që Musa alayhis salam shkoi në Turisinin që t'i zbret Teurati, atë e kishin marrë një lopë dhe fillun të adhurin lopën. E kejnë për njën kësajna. Shpesh e rishene për mediat, duke folë për mjekrën, duke ju pengu mjekrat e hoxhallarve, mjekrat e muslimanve, shumë mjekrën e madhe, shumë e kish mjekrën pa krej, e kështu. Kur vjen puna, ai Dedomrazi, ai Babadimri, nani mjekrët madhe, me musteqët hakaret, e kanë lu me buz me ketë, gëzimi madh fëmijët me shku me don slik me Babadimrin. Ama jo, me koni hosh me mjekër, jo bese zban kështu në shekullin 21 mu kon kështu me mjekër me sen shumë i prepambeturi. Ama Babadimri nuk i del moda asnjëherë si del moda me mjekër të madhe. Ai që e fotografon djalin vetë me Babadimrin, ai di kush është Babadimri? Babadimri është pop. Babadimri është prift, Shem Nikolasi, Shem Nikola, prift i cili e ka vesh një tesh të kuqe, është dallu nga priftat tjerë dhe ju ka shpërnda dhurata. E sot, për fat të keq, disa prej muslimanëve ton, edhe ma herët e kanë bo këta, ju blejnë paketa, i lojnë mas perdëve ati, edhe kur krisin ata petardat, ata fishek zjarët, e mdoja, kaloj Babadimri, hajde merr një paketet. Kjo nuk duket kur gjan. Mirë po pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë tahabu. Jepni dhuratat, ju shtohet dashuria. Njerit i shtohet dashuria si fëmijë në kohën e komunizmit, kur kemi bisedu me shumë të ri, thotë aq më u duke interesant dhe aq me entuziazëm të madh me dashuri e pritshmi vitin e ri, nuk e pritshmi Bajramin. Pse? Se për vitin e ri bleshin paketa për Bajram, kush u ka ble paketa? Paketat e vitit 3. Kush i shpërndon këto? Babadimri. Ren e kulluar, i mëson fëmijët me rejna, i mëson fëmijët që mësënena, valla be, nuk ka kur gjobe të keqet e vitiri, hajna çokolada o shumë mirë për fëmijët. Mirë po, mirë kallëzu se besimtarët i kanë di festa. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur erdhi prej Mekën në Medinë, kur bëri hijret, i pa njerëz të i festu do festa, tha çka janë këto festa? Tha ja Rasulullah, i kena festu në gjahiliet. Tha Allahu ja u ka zavendësu këta festat me 2 festat, ajo është festa e fitër Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit, këta 2 festa janë të mëdha që Allahu azza wa jall i ka regjistruar në librin e tij në Kur'an dhe ka shpërblit madh që besimtari ata 2 ditë të gëzohet, ta manifeston dashurinë, ti gëzon fëmijët e tij, ti shpërndon dhurata në ditët e Bajramit, është ditë feste, e jo në ditët e vitit të ri. Të kemi kujdes vëllezër të nderuar. Ta luajmë besimin ton, ta ruajmë akidën ton. Ti edukojmë fëmijët ton në besimin islam. Shumë tash është bërë madhe, po ju pengon me të madhe qafirane, edhe po bën emisione, çka është bë kjo rëmuj, po thonë njerëz po e festojnë vitin e ri. Është bë alarmant, është bë keq, po do të ri po flasin, s'po e festojnë në vitin e ri. Po mirë be, ne kur ju drejtona, a ju drejtona ateistave, a ju drejtona mushrikve, a ju drejtona krishterve, a ju drejtona jehudve, ju drejtona muslimanve. Ju majni fejnë e juaj, lekum dinukum waliyadin. Ju e kini fejnë e juaj, ne e kina fejnë ton. E dukush kur thot se feston se jam krishter. Wallahi, blej paketa, e fotografoj fëmijën me Babadimrin, e merr breth të shtëpia, e banu i but me Macedon, apo me shkijet, apo me kandokov, lisho pej nga fejote sa dush. As njëherë s'kajnë mu knaqë ato. Prap kanë me thonë ove shqiptar, kjo shqiptar. Kjo prap,
Mirë po Allah azza çka thot? Walan tardan kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Asnjë s'kan mu kënaqsh krishterët edhe jehud ku me disa me lishu pe. Hatta tattabi'a millatahum, derisa të hini fejnë e time të boni krishterë që kërin kish, të këj zoni të pak zoni, e atër ndoshta do pajtohen me juve, ama sa të dojnë i shleni pe, nuk pajtohen ata me juve. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka tregua dhe me këtë hadith, po du me përfundu, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, لتتبعن سنن من كان قبلكم شبر بشبر ذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل يا رسول الله من هم tha pejgamberi alayhi salatu wasalam do t'i pasoni krishterët dhe jehudët hap pas hapi kut pas kuti nëse krishterët dhe jehudët do të mundohen të hinë në birin e ardhucës, në vendet më të ngushta, në vendet më të rrezikshme, do t'i pasojnë edhe ju ata. Thanë ja Rasulullah ke për qëllim krishterë dhe jehudët, tha e kush nëse nuk janë krishterë dhe jehudët. I shef sot frizura dojnë t'i bëjnë sikur ata, i shef sot se dojnë t'i bëjnë edhe ketë festa që ka festohet, jo vetëm vit i ri, ka dhe shumë feste tjera, veç vojët të më t'i hangur hoxho, veç do vojë mi ka pru të shpia, mës mja këthi se mare. Ajo voja qka është feja ative triniteti, është livorja, është voja e bardh, dhe është ajo voja e kuqe, që treshi është një ves, njësh jo tresh, tresh jo njësh, edhe i pakzojnë në kish, me i kalzu se ne kina bo këto vojet bereqetshme, të begashme si pasative, dhe kina bo lutje, ka bo popi, ke ka stërpik ma të ujtin e shenjt, ma të sveta vodun. E në verë muslimoni dhe ne ha, se s'du të mja këthije kujshijes apo filonit apo fistekit. Kemi kujdes, respektojni, nderojni, kojshi e qka do kof mirë po në aspekte fetare, dinit, janë do vijat kuqa, nuk ban besimtarit të i kalon, sepse nëse i kalon ata vija, na udhu bila mund me dalë dhe nga feja duke mos e marrë vesht. E Allah azza wa jalla ka tërheq vërejtjen dhe Muhamedit alayhi salatu wasalam, krijesës më të zgjedhur si përfaqen e tokës, ka thonë walau ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Nëse ti o Muhammed ban shirk Allahu del nga feja, Allahu ka për të ti asgjësu të gjithë veprat dhe do t'jesh i humbur për të humbur ditën e kiametit. Shirku dhe kufri nuk ka brinë vëllezër të nderuar. Mos mendoj se nëse ban njëri kufër ose ban shirk i dalin brinat. Jo, çështu hiç se merr vesh. Vetëm se në fej del, nëse del prej fejes, edhe ban shirk, edhe ban kufër, del prej fejes, edhe zë vdekja në këtë drejtë, vallahi e ka një problem shumë të madh ditën e kiametit. Elusim Allah azza wa jall që Allah subhanahu wa taala na i forcon besimin, imanin në zemrat tona, na i stolis ata në zemrat tona, ta bën krenar me fenë tonë, me fenë e madhe, me dinin islam, të edukojnë fëmijët e tonë në tauhid, në akiden, besim të pastër të islamit, ta ruajmë fejen tonë, ta kultivojmë fejen tonë, të bëhemi krenar me dinin tonë, na i mbush zemrat tona me iman, na bën shembulltyr për të gjithë umetet tjera në mirësi, në udhëzim, në mbarësi. Allahumma amin.